A bën mirë për shëndetin ujë me krip? Ja çfarë thonë mjekët. Një nga trendet e kohëve të fundit është konsumi i ujit me krip natyral, ndërsa disa pretendojnë se uji me krip mund të ndihmojë trupin të nxjerrë jashtë toksinat dhe të rrisë nivelin e energjisë, të tjerët janë më skeptik lidhur me përfitimet e supozuara të tij. Themeluesja e Practical Non-Toxic Living, Sofia Gushe, vendosi të testojë ujin me krip për një javë. Në fund të javës raportoi se konsumi i kësaj përzierje ndihmoi në pastrimin e lëkurës, përmirësimin e cilësisë së gjumit edhe në një mënyrë jetese më të shëndetshme. Por dietologja Rhiannon Lambert nuk është e bindur për këtë trend. Shpesh jemi konfuz me atë që përdorim edhe që dëgjojmë me përdorimin e saj. Studimet kanë treguar se konsumi i kripës me moderi mund të jetë i dobishëm në menaxhimin e tensionit, por teprimi me kripën mund të çojë në një zhvillim të tensionit të lartë, citoi ajo për The Independent. Edhe pse duhet të përdoret me kujdes, nuk duhet të konsumohet në sasi të larta.